Ori është një produkt që i riciklohet. Ti merë sot 10 gram të, po ti e bën qef me to, po ku ti dush, a 10 gram që nga për ti ki 10 gram. Ti ki me pagu punën e dorës edhe një pjesë e humbi sfire kur shkrija. Gërveçarët vinë mas pari, janë ndihmojnë familjarëve dhe vetë ahengun. Para u konë tjetër sen, se është edhe mërgjimtarët janë lodhë. Se nuk e ta mërgjimtarët në viteve 70-ta. E 80-ta ata kërë kanë shku veç vetë. Edhe ka kursy shumë. Kemi preferencat ndryshme për dhurata. Dikush lule, dikush çokolata, dikush bizhuterie, dikush ari. E unë, po kom qef me dalë edhe me bisedu me njonin prej artarve këtu në Prishtinë, edhe me pyet se çka dhurojnë ma shumë njerëzit në kohët me. Për fejesa, martesa, dasma, edhe po du me ditë se mërgjimtarët çka kanë blej si vjetë ma shumë. E për me i gjithë këto përgjigje, hajde po shkojna dhe po bisedojna me Agjinen Ver. Pari që pranove me bisedu me neve. Unë e di që njerëzit bojnë shpesh dhurata, ari, argjend. A unë shpo më tregu, kur vjen puna te arit, qëfar dhurata shbojnë njerëzit ma shumë? Për shumë për fejesa, martesa, syneti, për kanagjeqe, a dalojnë, apo qka shkojnë ma shumë? Qa janë të interesu? Ke thosh i bëtë bukur të gjënave, dhe? Po, nuk dalojnë. Për para, në qëri farë traditje tjetër, për syneti, për shembull, kanë dhonë edhe pare. Dikush ka dhonë farë lire, farë gjys lishe, varët që shka që ndru ekonomikisht. E sa shkohën e fundit, fort nuk e këshyrin, marin dhurata. Marin zingjirë dorës, zakonisht për fëmi. Marin fotografume, mandatën e lindjes, për shembull, për lindje fëmive, për synetia, për fejesa, marin për darsma, marin farunaze, ma tjetëva, diçka se çmim miliardin bukur shtrejt, dhe gjendje ekonomike të ma e lodhme. Në Kumanov shumë e përdorin orë. Ndërën pjesa e Macedonisë Veriut, atje janë pak ma të dhonën. A është një të sen me vëtë në Kosovë dhe nëse po, a ka fillu mu rritë kove të fundit, apo? Po të na, në Kosovë zakonisht kohën kove të fundit. Po thamë kove të fundit, qëto dhe 15 vitit të fundit, ma shumë t'i marrin do sene do produkte që jënë doseli që jënë përdeqme. Dhe një bërë s'kur farmerë, e me një zingjirë t'hollë, një varse, një plak, një shkronjë, apo e me një zingjirë pak ma trash, ama e me diçka që më në shfrytëzën për ditë, që banë në përdiqëmëri. Edhe në shkollë, edhe në fakultet, edhe në kanalgjegje, edhe në syneti, edhe në darsë. Unë e një plot njerë që fëmijëve, për shembull çdo ditëlindje ja u blen kanelirë. A ka kësi raste, atë ka ndodhur? Ka kësi raste, po e në matralla. Se edhe lira është një kushto bukur e madhe, marrin qerek lirë, marrin gjys lirë, po lira e matralla. Matralla. Okej, tash po besoj që sikur krejt bizneseve dhe juve verës që shtohet puna shkaku i gërveçarëve. Sigurisht. Ata çka të interesu ma shumë për shembull? Gërveçarët vinë mas pari, janë ndihmojnë familjarëve dhe vetë ahengun, se darsmat zakonisht në Kosovë, në përgjithësi të shqiptarë, Ballkan organizohen verës. Në Europë organizohen mas shtatori. Do të thotë verën e shfrytëzon pushim, edhe darsmën ahengun e organizon shtatorët e tonë në ndorë. E tena puna e gërveçarëve, më edhe një infuzionere, edhe më ndihmu më pak punën e ahengut, muzikës, salonit, darsmës sene, i lëna verës. Ata mas pari vinë, votojnë të familjarët për obligimet që i kanë ata ndaj shtetit, për shembull tatimet, rrymat, ujin, që të sen i pagujnë, edhe ndihmojnë për darsë. E ata marrin dhurata, marrin mësëm ata pjesë ndërmuese gërveçarët diasporë. A janë të plak të hala mas Shqiponjës, mas hartës të Kosovës? Po, ai që din vetën shqiptar, ai Shqiponjën e me. Si vjetë, qka ushit ma shumë, qka kam blej ma shumë mërgjimtarë? Mërgjimtarë, si vjetë kam blej ma shumë, ti kam blej, zëtë Shqiponja një api i tyne është, ja kam blej burmet, rrath e gishtit, fejesave, për shembull, apo për martesa, ja kam blej kompleti. Ja kam blej zingjirin me qendrorës, për shembull, apo ja kam blej një set, që të sa një kam blej. A ka najtë komplet për shembull që është në modë, si vjetë që e kanë blej krejt mas shumë të... Po si vjetë në modë, jënë konë qito, për shembull, qito komplete.
Qoftë për dorë edhe është për dorë edhe për çfarë. Lejnë sa pare ka bli për shembull në gjimtar? Po, kjo është prej 500 euro deri 700-800 euro është komplet. Veç shikë e dorës, e veç shikë e dorës? Jo, e dorës jo komplet. Komplet komplet. Jo veç e dorës, për shembull, ke ka 4 gram, ori 200 euro. Po. Edhe fytit del, edhe 2 herë më ashtu, se kjo me 600 euro, 500 euro më komplet. Sa është lira më e madhe që një mërgjimtar ka shpenzu për shembull këto vete? Veç dhe, pa dikant tjetër që ti mua. Po flet për si vjet apo? Për si vjet. Vitet e kaluara. Se do ndonjëherë që të kujtohet, që të kam i mend dikush. Kujtohet se në punë bukur matik, punë për vitit. Po thotë 38-9 vjet, jep datin pagus. Përpara u kon tjetër sen, se është edhe mërgjimtarët janë lodhë. Se nuk e ta mërgjimtarët në vitet e 70-ta. E 80 ata kur e shku, kanë shku veç vetë. Edhe ka kursy shumë. Thashën familjar, janë rrithmia, shkollimi, kerri, telefoni, interneti, edhe të kanë shpendime bukur të mëdha. Po, bere shumë vërstën, po visë më në harrojnë. A është mërqëm me blej shumare, për shambull? Që thonë për blej orin t'i shti pare që? Nuk kom ta kanë mu me folë. Arsyja se u shrekit veprimtaria dhe me bo me folë këtë punë, i bje që mi bëjë reklamëve të vetës. Po, për këtë punë, për ju si klienta, vetë një profesorët ekonomisë, edhe a ju të regon, qka është mas mirë të me ble? Normal që jo është ori më mirë. Se me një produktarit, ori është një produkt që i riciklohet. Ti mërë të 10 gram të, po ti e bon qef me to, po ku ti dush, a 10 gram që nga për ti ki 10 gram, ti ki me pagu punën e dorës edhe një pjesë e humbi sfire kur shkrija. Dhe më sa hup 20%, 30%, 40%, varet sa produkti është. Po, apet prapë se prapë në disë. E çfarë do produkti tjetër, po a dosh me lonë emën, me marë, ti masë kësu një këthen ato mjetët, as 10%, jo me folë 60-70%. A që në faleminderit shumë për kohën që Shumë faleminderit për ju.